Përshëndesë dhe unë në fakt një ngjarje e rëndë regjistruar në orët e parë të mëngjesit të kësaj të hënë në rrugën Ramazan Gaxherri në zonën e Shkozës, ku një sasi lëndë eksplozivi ka shpërthyer pranë një lokali në pronësi të Lulzim Likës. Ky i fundit drejtor shkolle pranë një shkolle në zonën e Freskut, por historia nuk qëndron tek babai i tij, por tek djemt e Lulzim Likës, pikërisht Aldo dhe Ali Lika, të cilët janë në kërkim për gati 2 javësh nga ana policisë së shtetit, pasi i bën atentat apo qelluan drejt 2 personave, Angelo Kumaraku, punonjës policie, dhe Keti Spajës, pikërisht që po qëndronte me punonjës e policisë. Ky i fundit ishte në masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe po qëndronte pranë oborrit të banesës së tij në zonën e Shkozës. Pikërisht sulmi me drejtor lidhet pikërisht me ngjarjen që ka ndodhur pak javë më parë në zonën e Shkozës, ndërkohë që nga të dhënat paraprake ka dyshime në fakt që është vazhdimi i asaj ngjarje. Kujtojmë këtu që atentati i policit Angelo Kumaraku dhe Keti Spajës ka ndodhur në zonën e Shkozës, ku Ali Lika, 32 vjeç, dhe Aldo Lika u afruan pranë banesës Keti Spajës, për cilën kishin konflikt me një makinë tip BMW X5 dhe qelluan në drejtim të tyre duke plagosur vetëm punonjësi i policisë Angelo Kumaraku, që më tashmë ndodhet i pezulluar nga policia e shtetit me urdhër të drejtorit të përgjithshëm. Dyshohet në fakt që ka pasur konflikte sa i takon borxheve apo menaxhimit të lojrave të fatit, dhe moszgjidhja e këtij konflikti ka ardhur si pasojë e mosmarrveshjes që kanë mes tyre, dhe këto mosmarrveshje janë përkthyer edhe në konflikte tashmë që kanë agravuar nga armët e zjarrit deri tek lëndët plasëse.